Në gjykimin për vrasjen e Zianukës për një bosh rreth shitjes së marijuanës, mbrojtjen e paraqiti i akuzuari Ylber Krasniqi për këtë vrasje të rënë që ndodhi me 13 prill të vitit të kaluar. Përveç Ylber Krasniqit, akuzohet edhe Luanuka. Gjatë mbrojtjes, Ylber Krasniqi tha se nuk kishte asgjë të keqe me të ndjerin Zianuka dhe as që kishte të bënte me vrasjen e tij. Krasniqi dha versionin e tij se si ndodhi vrasja e Zianukës, duke treguar se ditën kritike gjithçka nisi kur makina me të cilën po udhtonin ai, Luanuka, Zianuka dhe një person që për Krasniqin ishte i panjohur, doli qëllimshëm nga rruga dhe u ndal te disa livadhe. Krasniqi bëri të ditur se personi i panjohur për të po voziste, ndërsa 4 udhëtarët në makinë ishin nisur për të shkuar në një lokal për të pirë kafe. Kishëm për me pi kafe në vërtet, nga fotën një rrugë në livadhe, si edhe që aty po një të folë, puna një borgji. Kanë më kemi të folë? Këtë filonin e trejtë, të folë nga viktimen. Tani, unë atë kjeri që aty në fushë, si në livadhe. Po? Edhe durim këtë kjeri. Unë dalë automjeti me fushë, vizlisë e livadhe, dolem nga automjeti, dhe personi i tretë e goditi gjysht viktimen. I akuzuari tregoi pastaj se si ndodhi vrasja e Zianukës. Dhe pastaj e pas të viktimin e i treti, e kom pas i frikë, dhe më dash me regu me fshtu, pastaj ma bati frikin e personi i tretë, dhe nëzirë altin, tha, që nëzirë altin, thash, nga thash dullu me pi kafe, thash në dullu thash ku me rej kokonin. Atër ma boni tha, gjyë frikin në tokë, pastaj Luani i ka më dozët. Pastaj Luani i ka vendosur dorëzat, tho? Po, dozët. Dozët edhe maskën, si maskë e dorëzët. Dorëzat dhe qysh spjegana që të maskën qysh? Maskë e gojë, thot. Maskën në gojë, po? Që ti edhe ja kanë nisë me godit në thika, këti soja e kanë godit i shumë herë. Sipas aktakuzës së prokurorisë themelore të Gjakovës, Luanuka dhe Ylber Krasniqi me 13 prill 2015, rreth orës 21:30 në afërsitë e lagjës Koloni në Gjakov, pas një marrëveshje ndërmjet vetit me dashje dhe në mënyrë dinake mizore, kanë privuar nga jeta të ndjerin Zianuka për shkak të një borxhi të papaguar për marijuanën e blerë.